dhe udhëheqëse si Këshilli Drejtues, Drejtori i shkollës, ndërsa organet profesionale janë aktivet profesionale, këshillat e paraleleve dhe Këshilli Pedagogjik si organi më i lartë profesional. Natyrisht, mobilizimi dhe gatishmëria përhershme personelit të shkollës që të përballen me sfida në të gjitha planet e veprimit rezulton në mësimdhënie efikase dhe efektive. Unë mendoj se pika më e fortë në mileniumin e tretë është përkushtimi i të gjithë personelit të kësaj shkolle duke filluar nga udhëheqja te mësimdhënësit e deri tek punëtorët administrativ për arritjen e rezultateve sa më të larta. Ky lloj përkushtimi ndërtohet vazhdimisht përmes një dialogu të vazhdueshëm në mes të këtyre strukturave, por edhe një dialogu të vazhdueshëm me prindërit. Roli i prindërve në shkollën Mileniumi i tretë është shumë i rëndësishëm sepse ata marrin pjesë në të gjitha fazat e vendimmarrjes në shkollë, duke filluar nga pranimi në punë i kuadrit të ri, zhvillimi i procesit mësimor e deri te zgjidhja e një vargu të tërë të çështjeve logjistike, siç është ushqimi, transporti, organizimi i aktiviteteve jashtëmësimore e tjera. Kësaj, krahas organeve dhe këshillave të shkollës, vepron edhe Këshilli i Prindërve, e që është një ndihmëse e madhe për vetë zhvillimin e procesit mësimor. Unë mendoj se kjo shkollë gëzon një prestigj jashtëzakonisht të lartë, nga se programet mësimore i ka në nivel shumë të lartë. Atyre ju është dhënë mundësia që të kontribuojnë drejt për drejt në mbarvajtjen e procesit mësimor, qoftë përmes ligjëratave të ndryshme, qoftë me bashkëpunimin e tyre me organet e shkollës, qoftë edhe në organizimin e vizitave me karakter mësimor jashtë shkollës. Ajo që na ka ofruar dhe na ofron shkolla Mileniumi i tretë është një bashkëpunim jashtëzakonisht korrekt në mes të stafit të kësaj shkolle dhe prindërve. Dhe jo vetëm si raporte formale, por edhe si një lidhje frytëdhënëse e trekëndshit, nxënës, mësimdhënës dhe prindër. Shkolla ka në planin e saj afatgjatë furnizimin me pajisje kapitale që janë në funksion të mësimdhënies dhe mësimdhënies efektive. Nëse ne mendojmë që të krijojmë një shkollë e cila mëson gjatë gjithë jetës, që është lëvizëse, që është efektive, duhet të respektojmë 5 disiplina. Disiplina e parë është që të gjithë nxënësit e shkollës tonë të krijojnë vetbesim në vete, që ata të kenë një imazh të mirë për veten. Sepse vetëm fëmijët të cilët kanë imazh të mirë për veten, janë në gjendje të përballen me vështirësitë dhe janë në gjendje të sigurojnë kushte, të jenë të motivuar dhe të arrijnë ato qëllimet të cilat ata i kanë. Aspekti tjetër i cili është me rëndësi që shkolla jonë përkatësisht që të krijohet një objektiv, të krijohet një vizion i përbashkët i të gjithë subjekteve që punojnë në shkollën tonë. Kjo do thotë që të gjithë nxënësit, edhe prindit, edhe personeli mësimor, edhe stafi udhëheqës, të gjithë ta kenë një qëllim të përbashkët. Por nuk është vetëm infrastruktura atë që e bën një shkollë të suksesshme. Janë mësimdhënësit dhe puna atyre, e cila vazhdimisht monitorohet dhe vlerësohet nga ekspertë të arsimit. Në këtë kontekst, përveç vlerësimit të monitorimit, bën edhe vlerësimin e performancës. Vetëm me punë dhe angazhim serioz synohen edhe mund të arrihen rezultate të larta. Natyrisht stafi menaxhues i shkollës gjithnjë e ka parasysh këtë dhe kjo arrihet përmes trajnimit të mësimdhënësve, i cili fillon që nga muaji gusht, kur mësimdhënësit trajnohen duke filluar nga zhvillimi dhe artimi i kurrikulit, pastaj vlerësimi i nxënësve për të përfunduar më tutje me mendimin kritik edhe me metodologjinë e hap pas hapit.
Të gjitha këto mund të hyjnë në funksion dhe ne për qenë të bindur se jemi në rrugë të drejtë, organizojmë edhe monitorime, dhe me thënë se cili mësimdhënës i shkollës monitorohet 4 herë brenda vitit, ato monitorime pastaj pasojnë me intervista, në të cilat arsimtarëve, gjithsesi mësimdhënësve u sugjerohet ku kanë nevojë për përmirësime dhe për plotësime eventuale. Këtë vetë mund të them se kemi bërë një hap mjaft të mirë në këtë aspekt, duke i barazuar të gjitha rezultatet e këtyre monitorimeve dhe gjithsesi rezultatet e mësimdhënësve dhe për herë të parë në shkollën tonë është aplikuar vlerësimi i performancës së mësimdhënësve, duke marrë këtë nga një model kanadez, natyrisht duke e modifikuar me shkollat e